fatkeqësisht magjia ekziston. Pra, djalli përpiqet që ti dëmtoj njerëzit. Por kisha për këtë punë është. A ke muslimane ajo gruaja? Muslimane, ishte muslimane. Për çka në konte? Bërtiste shumë natën. Natën, kur dielli perëndonte, e kapte të merri, ankthi, bërtiste, edhe fëmijët nuk gjeshin rehati. Po si e shërut jo? Ne i këndojmë ungjillin. E ulim zonjën në mes të kishës, dy persona të tjerë mbajnë, sepse kur ungjilli këndohet, vetë po e themi tashti se duket edhe çuditshëm për publikun, po që edhe djallin që kanë brenda, djalli e mundon. Pra personi dëshiron që të largohet nga kisha, të dalë jashtë, po janë dy persona të tjerë që e mbajnë nga krahët derisa të mbarojë këndimi i ungjillit. Dhe mbasi mbaron këndimi i ungjillit, personi letohet dhe bëhet me djers. Dhe pastaj kemi këtë ritualin tjetër që e godasim me kryq nga mbrapa kurrizit. Edhe i themi disa urata, pra disa bekime. Që dal djalli nga trupi. Që të dal djalli nga trupi dhe që Perëndia ta lehtësoj nga vuajtjet edhe nga... Kur del djalli nga trupi, ata ka mundësi prania demonioke e djallit domosdoshmë me mbet në kishë apo nga ikën? Jo, në kishë jo. Largohet. Largohet, ikën. Sepse kisha edhe xhamia janë shtëpi të Zotit, edhe djalli ka frikë nga Perëndia. Që të rrinë në shtëpi të Zotit. Nuk rrinë në shtëpi të Zotit. Neve prandaj e themi që kisha dhe xhamia janë vende të shenjta. Por çka ki konkretisht, domethënë për deklaratën e Luç Shefçet Krasniqit? Unë e kam ndjekur këtë hoxhën dhe baba drejt është baba dimri, edhe viti i ri është festë shejtana. Kjo festë shejtanëve le ta mbaj për vete ai. Po kjo nuk është etike për një klerik të flasë në këtë mënyrë, jo festë drejqit, jo festë shejtanëve. Unë jam me këtë mendim. Në qoftë se unë, për shembull, unë konkretisht nuk e festoj Bajramin. Pra, me familjen time nuk e festoj. Por ama kjo nuk më ndalon që unë t'ja uroj atyre që e festojnë, t'i përqafoj, t'i bëj një dhuratë. Pse jo? Pse jo? A jemi vëllezër shqiptarë ne? Pse mos i urojmë njëri tjetrin? Pse duhet të shaj unë të them që ose të, siç ka thënë ai hoxha, baba dreqi edhe baba këto nuk janë etike dhe këto na ofendojnë. Këto na ofendojnë. Ai nuk ka pse të na ofendoj. Ai mund të japi këshill besimtarëve të devotshëm musliman, që të dashur besimtar, kjo nuk është festë që ne duhet ta festojmë. Ai që ka dëshirë ta festoj, por ne si besimtar të devotshëm tek Zoti nuk e festojmë. Jo se ne që e festojmë jemi më pak të devotshëm, por ne e festojmë. Në fundit, baba dimri, që i thuhet në dialektin e Dardanis ose Kosovës, është Shën Nikolla. Shën Nikolla është shenjtor i madh në kishën tonë. Si thot ai për Shën Nikollën? Baba Dreqi. Pra kjo po vitiria është festë juve apo festë pagane, me sa e di unë? Vitiria është festë pagane, por ne ortodoksët festojmë Shën Vasilin në datë 1 dhe prandaj korespondon viti i ri me Shën Vasilin. Çfarë do të thotë Shën Vasili? Shën Vasili është një shenjtor ortodoks që feston në datë 1 janar. Edhe kisha ka festë, bëhet festë e madhe dhe prandaj kjo ngatërohet. Por viti i ri nuk është asgjë tjetër, veçse shkon një vit i vjetër dhe vjen një vit i ri. Është njësoj si të festojmë për shembull dita e re. Pra sot është data 5, po marr shembull, nesër është data 6. Edhe sot në darkë ne do festojmë se po vjen data 6. Më fal, çka ka të keqe këtu? Dua të them dhe një gjë tjetër që më ka ngelur peng. Kam parë, unë zakonisht nuk i shikoj komentet nëpër YouTube, po kur dola me atë hoxhën e nderuar që vum një yll tek bredhi, kam parë shumë musliman që e kanë ofenduar hoxhën. Dhe jam ndier shumë keq, me tërmend jam ndier shumë keq, sepse ai nuk bëri asgjë të keqe. Ai nga respekti që kishte për vllajën e vet ortodoks shqiptar, buri një yll tek pema. Çfarë të keqe ka këtu? Dhe shumë e ofendonin. Edhe ata që ofendojnë nuk janë besimtar. Ai që është besimtar i mirë flet me dashuri. Ai që është besimtar i mirë flet me një ndjenjë tolerance, dashamirësie, ta duam njëri tjetrin. Këtë thot feja, nuk thot feja baba dreqi edhe baba shejtani. Ata hoxhallar që flasin në këtë mënyrë nuk janë të denj t'i luten Zotit. Askush nga ne nuk është i denj t'i lutet Zotit, por ne të paktën duhet të përpiqemi. Dhe unë i bëj thirrje atij hoxhës
të bëj kujdes në deklaratat që bën.